Ja kemi përsëri në televizorin Albania TV. Sot do flasim për pensionet. Të ftuar në studio kanë zotin Luan Abazi, kryetar i shoqatës së pensionistë shqiptarë në Greqi. Luan, mirë se erdhe vëlla. Mirësevgje, nderuar shëtim, miku im dhe bashkëpunëtori im më i mirë që vazhdimisht kujdesesh me përmirë më të madhe që të prezantosh problemet që ne pensionistët shqiptar kemi këtu në shtetin grek. Desha pash të zhvilloshin një bisedim lidhur me shoqatën tuaj, apo jo? Po, faleminderit. Është e vërtetë që ne kemi pas një periudhe të gjatë kohe, kemi arritur të themelojmë shoqatën e pensionistëve shqiptar të Greqisë, që inkuadrohen në kuadër të diasporës shqiptare të Greqisë. Dhe është rasti që dhe ta themi që ditët e fundit ne kemi marrë dhe vendimin përfundimtar të gjykatës greke, të Portolliqi ose si thonë grekisht, që e ligjëron shoqatën tonë si një nga faktorët e diasporës shqiptare në Greqi. Faleminderit për thirrjen tuaj dhe për këtë intervistë që na jep një mundësi të. Zoti Luan, jemi pritur në çdo kohë, pasi interesi ynë është të mbrojmë të drejtat tona, të flasim për ato që na takojnë, për padrejtësitë që na bëhet, sidomos për brezin e parë, pra moshetarëve tanë. Ju përpara kemi një letër, ç'është ajo letër aty? Kjo letër që kemi përpara është vendimi i gjykatës të shkallës së parë të Greqisë për ligjërimin e shoqatës tonë. Është një vendim i shumë pritur nga ana jonë, që pas këtij vendimi ne na takon të organizojmë dhe më mirë, të zgjerojmë shoqatën, të bëjmë të gjitha veprimet ligjore që është domosdoshme dhe natyrshme, që shoqata jonë të hapet të shpërndahet në gjithë Greqinë dhe zëri ynë të dëgjohet natyrshëm në të gjithë diasporën shqiptare që ekziston në Greqi. Këtë vendim ne kam marrë vërtet është ndodhi, rastësia është që e morëm sot, ka dalë para disa ditësh, por përfundimisht ne jemi shoqatë ligjore në Greqi, e njohur nga shteti grek me vendim të shkallës së parë të gjykatës greke. Faleminderit për një kërkesë. Luan, dalin disa pyetje nga të tjerë për shembull, ose edhe nga ana ime për qartësuar veten time. Pse na duhet kjo shoqatë këtu në Greqi sidomos? Kjo shoqatë na duhet pikë së pari sepse ne vërtet jetojmë në Greqi si komuniteti më i madh. Me thënë, nëse në Greqi janë rreth 970.000 emigrantë, rreth 500.000 janë shqiptarë. Dhe një pjesë e mirë e tyre, kuptohet sipas moshave etj, shpërndahet në të gjithë spektrin e shqiptarëve këtu. Do të thënë, llogaritet që një pesta, një gjashta janë pensionistë. Ose që kanë dalë në pension, ose që do dalë në pension, do të thënë janë në vitet e fundit. Kjo shoqatë mbron interesat e tyre dhe një nga problemet kryesore është çështja e pensionit. Pse problemet tjera kanë, patjetër që kanë dhe shqiptarët kanë probleme me lejet e qëndrimit, që jepen të skaduara ose që jepen gati në të skaduar, që paguajnë parabolat ose ato pagesat paraprake, të cilat humbasin e të tjera e tjera. Por kryesisht për të masën e pensionit, sepse neve kuptohet tani dhe të gjithë shqiptarët e dinë tani, sepse interesojnë qoftë nëpërmjet internetit, qoftë nëpërmjet njohjeve personale etj, dhe interesojnë që si do të dalin pension, sa do jetë masa e pensionit që do jepet etj, dhe ne na penalizon ligji Katrugalos. Pra ju folet për ligjin Katrugalos, ëh? Po, në fakt është në saktë është ligji 4387 i vitit 2016, i cili është modifikuar dy herë me ligjin 4670 në 20 dhe 4915 në 22, por ky i fundit është ligj që është modifikuar kryesisht për minoritarët shqiptarë që quhen ndryshe dhe Vorepiro. Nuk na ka përfshirë neve shqiptarëve duke na diskriminuar në një farë mënyrë, duke na lënë jashtë liste. Për këtë ligj bëhet fjalë. Ne kërkojmë dhe kemi bërë takime edhe me partinë në pushtet Nea Demokracia, me sektorin e drejtave të njeriut, po kështu dhe me përfaqësues të ndryshëm të PASOK-ut, siç është deputeti kryetari i grupit parlamentar të
të pasokullt dhe që merret me problemet e pensioneve të sektorit të punës e tjerë Pavlo Kristidi, apo me deputeten Nadia Janakopoulou dhe me kemi në vijim dhe takimet të tjera dhe kemi në qëllim që të takojmë dhe me stafin e kryeministrit. Që ti kërkojmë që ky ligj ose ai kusht absurd që kërkon 40 vjet banim që ta marrësh të plot pensionin kombëtar, të shkëputet nga siç duhet në fakt nga pensioni kombëtar, sepse fut lidhja e dhënies së pensionit kombëtar duke përfshirë dhe banimin, nuk në bazë të konventës ndërkombëtare të punës, nuk duhet lidhur me këtë. Domethënë, është tjetër gjë banimi që siç ka që u referohet shteteve siç është Hollanda, Norvegjia e të tjera që janë vendet e ulta në përgjithësi, të cilat e japin pensionin kombëtar lidhur me banimin, ndryshe është sistemi bazuar në 67 ndërkombëtare të punës, kurse Greqia duhet bazuar në 65 që nuk lidhet pensioni kombëtar me vendqëndrimin, por lidhet me të ardhurat që personi ka kontribuar përpara se daljes në pension. Domethënë, Greqia në vend që të bazohet te ky nen i konventës ndërkombëtare të punës, neni 65 që bazohet në të ardhurat para se dalë në pension, fut ilegalisht dhe në 67 që nuk i referohet fare sistemit të sigurimit shoqëror të Greqisë. Pra ne po flasim për pension kombëtar, bëhet fjalë për ata shqiptar që kanë plotësuar gjithë kushtet dhe marrin pension apo jo? Po, bëhet fjalë për ata persona të cilët kanë arritur moshën 62 për gratë apo 65 për burrat dhe që kërkojnë pension dhe i plotësojnë kushtet e pensionit. Domethënë, plotësojnë 4500 euro që është kufiri minimal për të dalë në pension. Për ata persona, kurse të tjerët që nuk plotësojnë 4500 euro, kuptohet që nuk kanë lidhje me pension, sepse nuk mund të marrin pension. Pa patur 4500 euro si kokë në kokë. Jo me takimin që keni bërë me të partitë politike, me Ne Demokracinë në parti PASOK, për që janë opozita dhe majoranca, çfarë keni kuptuar në këtë mes? Shiko, e para njerë, përsa i përket Ne Demokracisë, ne vërtet kemi takuar sektorin e drejtë të njerëzit, zonjën Maria Nacio, e cila na ka pritur jashtëzakonisht mirë dhe është përpjekur që këto shqetësimet tona t'i kalojë dhe tek ministri përkatëse. Ka një, me sa jemi informuar, një qëndrim negativ nga Ministria e Punës për këtë problem, nuk pranon që të takohet me ne për të shtruar e për të trajtuar për probleme. Dhe jemi në rrugë që të kërkojmë një takim dhe jemi në procedurë që me stafin e kryeministrit Mitsotakis, sepse në fundit ai do jetë që do vendosi për këtë punë që do ta ndryshoj apo nuk do ta ndryshoj ligjin për sa i përket kësaj pune. Sepse ne nuk jemi një komunitet i vogël, ne vërtet thamë që jemi janë 970.000 emigrantë këtu, por rreth 500.000 janë shqiptar, dhe janë shqiptarë që rrojnë që nga 90 këtu, kurse komunitetet e tjera, pakistanez, indian, bulgar, e të tjerë, ata kanë ardhur këtu dekadat e fundit dhe nuk plotësojnë kushtet për pension. Domethënë problemi nuk është ekonomik, problemi është vullneti politik. Dhe këtu nuk bëhet fjalë për ndonjë shumë kush e di, bëhet fjalë për 10-15 milion euro. Në qoftë se do t'i marrin sigur të gjithë ata që plotësojnë kushtet për pension, domethënë të dalin njerëz, kur Greqia paguan për pensionet në përgjithësi të huajve rreth 1 miliard. Domethënë 15 milion në 1 miliard është një hollësi e vogël. Dhe ne nuk është puna se kërkojmë që të na bëjnë nder. Ne kërkojmë një të drejtë tonën. Kërkojmë që ne të trajtojmë drejtësisht, të trajtojmë si qytetarë barabartë të Evropës, sepse kjo që ndodh me këtë ligj në Greqi nuk ndodh në vende të tjera të Evropës. As i bëhet fjalë, pavarësisht nga niveli ekonomik. Pra ne përballë detyrimeve këtë vendi ne jemi qytetarë grek, përballë detyrimeve, apo jo? Ku vjen puna për drejtat tona, ne jemi në botën e tretë. Pikërisht. Apo jo? Ju pak më parë më thatë që keni kërkuar takim me Ministrinë e Punës dhe s'ju kanë pritur. Nuk kanë të përgjigjë si është puna. Shiko si është puna. Neve kemi dërguar një memorandum tek sektori i drejtave të njerëzit të Nea Demokracisë. Përgjegjësia e cilës është zonja e nderuar Maria Nacio.
ajo problemet tona i ka kanalizuar dhe i ka dërguar sipas ministrive. Ka probleme që janë zgjidhur, për shembull, me Ministrinë e Biomehanisë. Domethënë, ajo problemi që ne shqiptarëve nuk u lejoi fjallavjen të nximin leje profesionale për makinerit e rënda. Ajo u kanalizua, biles dhe një kontakt të më vonshëm me ministrin Thano Plevri, më tha personalisht ai që disa probleme i kemi zgjidhur, tha. Edhe i kemi kërkuar dhe takim zotit Plevri, i cili është ministri i Migracionit. Por nga anën tjetër, mora përgjigje nga zonja në fjalë që Ministria e Punës është kafeti, do të thënë është pingull, nuk pranon të bisedojmë ne për të problem. Luan, pra, atë që s'ka bërë shteti shqiptar, e bët ju, apo jo? Në i farë mënyre po. Jo, pra e bët ju, pra pa i ta kemi vesh bërë kjo. Po, e kemi bërë. E vërteta është që shteti shqiptar Pse nguron? Nguron në drejtim dhe nuk i ka trajtuar këto probleme, sepse është i orientuar më shumë drejt arritjes asaj marrëveshje siç ka bërë me Italinë, fjallavjen për njohjen e pensioneve të emigrantëve, por që domethënë të bashkimin e viteve të Shqipërisë dhe të Greqisë të marrin një pension të veçantë, siç e kanë realizuar me Italinë. Ata që nuk plotësojnë kushtet. Për ata që i plotësojnë. Që nuk plotësojnë kushtet. Kurse ne, ky problemi jonë është problem tjetër, me të cilin nuk merret as ambasada këtu. Ambasada, me thënë të drejtë, nuk është marrë fare me problem, nuk do t'ja di. Po sepse ambasada është përfaqësuese e komunitetit e Shqipërisë këtu, është zëri i Shqipërisë këtu, dhe neve si shoqati pensionistëve apo si DSHG, duhet ambasada që emaili që kemi dërguar neve apo informacionin që ne i japim për këtë problem, duhet dhe ajo në një farë mënyrë në takimet bilaterale që bën me ministrat përkatësët. Për shembull, është takuar së fundi ambasada fjallavjen me ministrin Haxhidaki, i cili është zëvendës kryeminist dhe ministri i ekonomisë, por deri dje ka qenë ministri i punës, i cili nuk na ka pranuar ne, biles na ka dërguar dhe një përgjigje poshtëruese, duhet ta them unë, sepse në modifikimin e dytë që ka bërë me ligjin 49/15 e 22-shit, Haxhidaki mbas këtij modifikimi kërkesave tona i ka kthyer një përgjigje që thotë ky modifikim nuk u takon shqiptarëve, nuk lidhet me shqiptarët që kanë ardhur këtu pas viteve 90, pavarësisht se ata kanë marrë shtetësinë greke dhe kanë pasaportë greke etj. Domethënë mos u merr fare me këtë punë ideja, domethënë në esencë. I mos u merr në punë sepse ky ligj nuk u takon i vetë, po takon vetëm të ashtikojë këtë byrë, domethënë minoritarëve shqiptarëve që janë me kombësi greke që banojnë në Greqi. Domethënë edhe vërteta është kjo që ky modifikim u bë për ata, sepse për ata nga 40 vjet banim në Greqi u kërkojnë nga data e vendimit në fjalë 30 vjet. Domethënë, ideja është që ju do vazhdoni ashtu, siç jeni i parakatjanit tis Elladë, domethënë shkalla e fundit. Pra ju shikoni këtu një diskriminimi. Pyetja ime është, o Luan, ju e keni vënë ambasadën ndjeni lidhur me punën që keni bërë deri më sot? E vërteta është që neve konkretisht nuk e kemi vënë në ndjeni me hollësi për këto punë, por ambasada, duke qenë se merret me shqiptarët, se nuk ka një objekt tjetër, se as prashit, as plugon. Ambasada duhet të interesohet vetë për këto punë dhe duhet të organizojë dhe takime her pas here. Se nuk është detyra ambasadës të merret vetëm me federatën e Malsulës, të them unë tani, ose Rovena Xhorit. Detyra e ambasadës është që të merret me gjithë komunitetet që ka këtu. Dhe për shembull, meqense ra fjala DSHG-ja, është shkalla më e lartë. E diasporë, po, është shkalla më e lartë. Ajo federata e Rovena Xhorit është shkalla e dytë. Ne jemi konfederat. Përfaqësojmë Selanikun, përfaqësojmë Kretën, përfaqësojmë Athinën dhe janë dhe shoqata të tjera. Nuk jemi një federat siç është federata e Xhorit, që është një komunitet që ka 2 shoqata apo 3. Ne jemi 20, 30, 40 shoqata, nuk jemi pak.
Vetëm në Kretë janë 5 shoqata. Në Selanik janë 3-4-5 të tjera. Daulja, Ardian Daulja me Unionin ka akoma 6-7 shoqata. Jemi dhe 3-4 shoqata, është shoqata ime, do të thënë shoqata i territorium, se s'është imja, është kështu, po në si sistem, është e pensionistëve, është shoqata e Sofra e Tiranës, e zonjës Lindit, të nderuar Lindit Kapulla, është shoqata me Ju për Ju, është shoqata e Bashkimit Dervinjon, që ka rreth 5-600 shqiptarë e Kalitheres, të Ilia Zeros. Ne nuk kemi ndonjë kështu që të na nënvlerësoj ambasada. Kjo është e papranueshme. Edhe ne ftesa nuk do t'i bëjmë asaj, nuk do t'i lutemi, sepse në fundin ne jemi organizata shoqata të pavarura që përfaqësojmë vullnetin e shqiptarëve që bëjmë përpjekje që të zgjidhim aq sa mund të zgjidhim problemet tona. Qoftë nëpërmjet Nea Demokracisë, qoftë nëpërmjet PASOK-ut, qoftë nëpërmjet asaj Konstantopoulut, e cila është parti parlamentare, qoftë nëpërmjet atij Velopullit që prapë është një parti parlamentare, me të cilët kemi kërkuar të kontaktojmë, pavarësisht që na kanë pranuar, s'na kanë pranuar. Po mirë, bëj një pyetje unë, si keqe janë. Sa kohë keni që keni krijuar atë diasporën shqiptare? Shoqata e diasporës shqiptare është para 2 vjetësh. Se duhet dalë më tepër, para 2 vjetësh. Në këto 2 vjet, ju keni bërë takim me ambasadën? Jo, nuk kemi. Nuk kemi bërë sepse ambasada e vërtetë është që nuk i pranon me kollaj kritikat tona. Kritikat që janë bërë qoftë nga Ardian Daulja, apo qoftë kritika indirekte që bëhen nga ne përfaqësues të shoqatave të vogla, siç është shoqata Fenarin, shoqata ime, shoqata e pensionistëve ime. O Luan, sa është rroga minimale tu e pensionistëve? Shiko tani, në bazë të ligjit Katrugalo, do të marrësh me shqiptarët? Po, në bazë të ligjit Katrugalo, ligjit 43 Ky është akoma fuqi? Vitit 2016. Është akoma fuqi? Ligji është që në fuqi. Përpara këtij ligji, pensionet e shqiptarëve dilnin sa enzima ke, sa vite ke, kaq të takon pensionin. U mendua për shkak vetë të krizës që të reformohet sistemi Pra, u shkurtuan ato, u sigurime shoqërore. Dhe u vendos një pension jashtë quajtur kombëtar, i cili do të shërbejë si maksilar ose jashtëk si i themi neve, mbi të cilin do vendosen ensima të kujdo. Supozohej mos që ky maksilar, kjo shkallë e parë, ky pension kombëtar do të ishte i barabartë për të gjithë. Por në fakt u fut nga dritarja është futur një nemi 7 paragrafi 2, i cili e lidh dhënien e këtij pensioni me banimin në Greqi. Ajo që thash në çikun përpara. Gjë që nuk duhet futur në këtë sistem, sepse kjo është vetëm për të huajt? Kjo është vetëm për të huajt, nuk është vetëm për të huajt, ka dhe një pakicë shumë të vogël grekësh, të cilët nuk kanë banuar 40 vjet, sepse duhet ta vërtetojmë me dokumente që kanë banuar 40 vjet. Por ata janë shumë pak. Janë disa që kanë ikur para ca kohësh kanë vajtë emigrat, janë thyer. Pa ta marrin pension. Ata marrin atje pension, po patjetër që marrin pension atje dhe nuk janë në nivelin ton. Por ne themi dhe ankohemi për palën ton. Do të thënë ne 100% jemi të varur në këtë pension. Do të thënë, si do që t'jetë puna, kushdo që t'jetë në pension, në qoftë se nuk ka banuar 40 vjet tonë, nuk mund ta marrë të plot atë djersë që ai ka derdhur nëpërmjet punës së tij që ka mbledhur ato nesër sa ka marrë 4.500, 5.000, 6.000 e ku diun. Do të thënë, sado që të marrë, kjo do t'i zbritet. Dhe këto nuk janë pak, janë 125 euro, afërsisht 130 euro. 25%. Janë në muaj, që i zbritet kujdo. 25% Do të thënë, pensioni në i fjalë del afërsisht 360 euro, 350, 360 euro, kur supozohet që herë që doli viti në 16-ën, ishte 384 euro pensioni kombëtar. Do të thënë, pensioni yni, e thënqi sindaksi, bashkë me pensionin me ensimat që ka secili, del më pak se sa pensioni kombëtar, i cili supozohet që është shkalla e ulët e këtij e varfërisë, shkalla më ulët e varfërisë. Do të thënë, pensioni kombëtar komplet shumë e plot 384 euro të asaj kohe, do të thënë, i mbron pensionistët nga niveli zyrtar i varfërisë. Duke qenë se ne dalim
nën këtë, do të thënë 360 euro është më pak se sa 384, do të thënë detyrimisht ne me ligj na detyrojnë që të rrojmë nën pension në nivelin kombëtar të varfërisë. Si ka mundësi? Kur kjo është në kundërshtim dhe me kushtetutë greke, kur kjo është në kundërshtim dhe me rregulloret evropiane 883 të 2004 apo 987 të 2009 për trajtimin e barabartë të huajve bashkë me ata me dhënasit brenda pas një periudhe prej 5 vjetësh qëndrimi dhe për një qëndrim të barabartë, është në kundërshtim dhe me konventën ndërkombëtare të punës, e cila thotë mbas rreth 20 varfërisë. Kjo i shkel që të gjitha, plus që ky ligj, ky ligj është kontradiktor në vetvete, sepse vetë ligji. Përse? Sepse, nëse neni 2, paragrafi 3, thotë që pensioni shuma e gjithë pensioni i një personi, duke përfshirë pensionin kombëtar dhe pensionin plotësues, do të thënë enzimat, i mbron pensionistët nga përjashtimi shoqëror dhe nga niveli i më i ulët i varfërisë. Thot neni 2, paragrafi 3. Kur më poshtë pastaj, neni 7, paragrafi 2, e kundërshton këtë nen, sepse thot që ta marrësh të plot këtë tip, sepse neni më pashëm thot që i mbron këta, dhe kjo sigurohet nga shuma e plot e pensionit kombëtar, thot neni më pashëm. Me nenin e dytë, të poshtë, neni 7, paragrafi 2, thot që ta marrësh të plot o mos ti këtë, duhet të kesh banuar 40 jetë. Do të thënë, ky nen rrëzon nenin e pashëm. Dhe kjo është një absurditet, që është një shpikje greke. Pra ju keni pra dhe të theme dhe më pak më përpara, pra ju keni bërë takime rreth kësaj çështje, pra që i përket 40 vjet banimi që është i padrejtësi, që për mua është diskrimimi, më kupton shëtimin? Po, diskrimimi është. Se s'më kuptoj, se ne në vitin 98 u legalizuam apo jo. Nuk u legalizuam në vitin 1800. Po. 1980. Pra për mua kjo është një padrejtësi e madhe që i bë. Ne jemi drejtuar avokatit popullit për sa i këtë këtij problemi. Konkretisht unë jam drejtuar. Dhe avokati i popullit e quajmë Grek. E quajmë këtë vendim, këtë ligj të padrejtë, e quajmë të huaj për sistemin e sigurimeve shoqërore greke dhe e quajmë diskriminues. Dhe jep konkretisht biles i referohet dhe personaliteteve greke të drejtës së punës, siç është profesori i Selanikut, Angelos Steliou. Ai thot, ndër të tjera, thot, në çfarë do lloj forme që të jetë, pensioni më i ulët në Greqi, në rastet tona, duhet të jetë 463 euro. Çfarë do lloj shume që është nën këtë, është nën kufirin nën zyrtar të varfërisë. Angelos Steliou, kathitis, profesor i të drejtës së punës. Këtë e referon avokati i popullit. Do të thënë përveç të tjerave. Ne jemi drejtuar dhe organeve ndërkombëtare, jemi drejtuar dhe kësaj konventës ndërkombëtare të punës, e cila për të thënë drejtën ajo nuk na ka pranuar për arsye sepse ajo pranon ankesa vetëm nga sindikatat, ne nuk jemi sindikat, që përfaqësojnë punëtorë në shkallë të gjera. Jemi drejtuar dhe Këshillit të Evropës, Parlamentit Evropian, jemi drejtuar dhe Komisionit Evropian. Kemi një përgjigje parapake pozitive për ne nga Komisioni Evropian, i cili na ka thënë, na ka shkruar, na ka dërguar me shkrim që ne e pranojmë kërkesën tuaj, do ta shikojmë më tutje se si do të procedojmë me Greqinë, do hapim hetim apo nuk do hapim tjetër, dhe jemi në pritje të një përgjigje e dytë. Se si do veprohet e qysh e tek, nuk e dim, por ne kemi bërë këto hapa, kaq mundësi kemi. Dhe jemi në vijim të ndjekjes së këtyre problemeve, që në fund të fundit shqiptarët, që janë komunitet rreth mbi gjysma e të huajve dhe që plotësojnë kushtet për të marrë një pension dignitoz, sipas dhe kushtetutës greke, sepse neni 4, neni 20 dhe neni 25 i kushtetutës greke
bien kundërshtim me këtë zbatim të këtij ligji, që bëjnë fjalë për mos diskriminim, bëjnë fjalë për mbrojtjen të dignitetit njeriu apo për barazi përpara ligjit. Ne, thotë Neni Katër, ne për barazi sipas kushtetues greke thotë qytetarët kanë drejt barabartë përpara ligjit. Po kur ligji është i shtrëmbur, siç është ky ligj, si i bëhet? Sepse ky ligj është i shtrëmbur. Si mund të jem unë i barabartë me një qytetar grek kur mua më shkurton pensionin 125 euro që bie nga 360 euro po të llogarisht 125 euro është një të pension më hiqme me ligj. Si duhet bërë? Në vijim të këtyre probleme ne përpiqemi të bëjmë punën tonë. Pra ankesa jojo është që juve ju pritet pensioni në bazë të viteve të banimit në Greqi. Po. Apo jo? Po. Po. O Luan, cila do jetë përpjekja juaj nga Sodetuti për shembull? Tash shkon që ju keni bërë përpjekje të vazhdueshme, apo jo? Çfarë do të bëhet më tepër? Nëse nuk gjen zgjidhje për shembull këtu. Shiko, ka disa rrugë. Se të kryeministri, le të kryeministri të Bashkimit të Evropës. Ka disa rrugë. Por të gjitha këto rrugë që ne kërkojmë, Mos duhet një farë ndërhyrje nga sheti shqiptar të vijë kryeministri on të pi një kafe me një sotaqe këtu ti thotë çfarë bëhet në këtë gjë. ne jemi përpjekur e vërtet tani unë konkretisht jam përpjekur që këto probleme t'ja transmetoj edhe palës shqiptare, edhe kryeministrit, dhe ndihmësve të tij. Në një farë kohë kam gjetur të mbyllur atë emailin, nuk i vjen emailet nga neve, sado që jemi përpjekur në mënyrë të përsëritur etj. Do shikojmë edhe nëpërmjet takimeve me deputet, fjala vjen Safëmi, kam organizuar një takim me deputetin Gumet Sina, që është deputet i Vlorës dhe jam njohur me të dhe ta merr zërin parlamentit shqiptar. Ka predispozicionin që të na dëgjoj. Kam ndërmend që kur të vij këtu, se mund të vij nga Athinë Safëmi, të organizojmë dhe një takim me përfaqësues të DSHG-s dhe të shoqatës së pensionistëve patjetër. Mbase do të jetë mundur të bëj dhe një intervistë dhe tek juve për këto probleme. Dhe nëpërmjet atij dhe ministri të bujqësisë sa që erdhi këtu në Greqi ju takuan që na dha emailin që ti postojmë këtë problem që t'ia çojmë. Problemi është që pala shqiptare ne dim që nuk është në dorën e tyre, sepse është një shtet tjetër dhe që ka drejtat e tij etj. Po mirë është që këto probleme t'i përmendin në takimet që bëjnë, qoftë kryeministri, qoftë ministra përkatës që vinë këtu, ministri i jashtëm apo ministri i punës i Shqipërisë, apo kryetari i parlamentit, ti transmetoi në parlamentin grek, te kryetari i parlamentit grek etj. Këto janë disa nga format që ne përpiqemi. Tani të shikojmë në rrugë sipër, do t'i gjykojmë dhe ne bashkë me bashkëpunëtorët, bashkë me shoqatën, bashkë me organizmat e tjerë që ka DSHG-ja, ti sugjerojmë, ti shikojmë. Dhe në fundit do bëhet pastaj rruga ligjore. Do bëjmë dhe një përpjekje në rrugë ligjore, por nuk jemi Me drejtësi. Në sistemin e drejtësisë. Për arsye se ne nuk jemi drejtuar gjykatës. E vërteta është që për arsye ekonomike nuk jemi drejtuar. Prandaj dhe kemi kërkuar dhe nga zoti Sina, duke qenë se është deputet dhe me aftësi ekonomike të mira, që mund të na ndihmojë, apo biznesmen të ndryshëm që janë këtu në Greqi që të na ndihmojnë. Sepse ka dhe një kosto kjo punë, do paguash avokatin, do paguash parabola, do paguash njërin tjetër. Ne jemi pensionista, ne me 300 euro, 350 euro që merr kushdo nga neve, është e vështirë të ndjeki këto. Pastaj gjyqet të vazhdojnë edhe me vite etj. Po, pak të vemi shkallën e parë të shikojmë se çfarë do bëjmë. Jemi në ndjekje të këtyre punëve. Të shpresojmë që do ketë një rezultat. Po më mbi gjitha shpresojmë një reagim pozitiv të kryeministit grek. Sepse gjitha këto nga do që të vjen, nga do që të vinë, këto do drejtohen te kryeministi grek. Ne shpresojmë që kryeministi grek në një farë mënyrë, në një farë kohë do të na dëgjojë, do të na presë dhe do ta ndryshojë këtë ligj. Sepse është dhe një premtim i tij në fushatën elektorale para se zgjedhjet kryeministër që ai do ta anullonte ligjin KPV. Ne shpresojmë që në një farë momenti ai do reagojë dhe Ju bën dy protesta atë. Protesta janë bërë, po problemi është bën dy protesta. Po, dhe për këtë problem janë bërë dhe protesta. Problemi është që si një protesta, si pa protesta, pa vullnetin politik të qeverisë, këto punë nuk sillen. Megjithatë, të shikojmë, zgjedhjet e reja po vinë, ne jemi ngranuar dhe si komunitet shumë i madh me influencë në zgjedhje,
të na dëgjojnë zëri, qoftë pasoku, qoftë Nea Demokracia, sepse këto janë dy forcat kryesore që është, sepse po të përmendim dhe Sirizën apo partinë që po bëhet tani etj, ata janë që e kanë votuar këtë ligj absurd. Cipra e ka votuar këtë ligj. Kështu që nuk shpresojmë që Cipra, ligjin që ka votuar vetë të na mbështetë sot. Është turp ajo që ka votuar Cipra dhe të gjithë ata që mbështesin Ciprën duke bërë këtë ligj absurd që na penalizon Cipra dhe Kamenua. Ata dy e kanë Që votuar. po supozohet do të ishin krahun e të? Po kuptohet që ata do të ishin në krahun e të më të dobët dhe në krahun e emigrantëve. Të dashur bashkë edhe ta, ne sot prekëm një temë për pensionistët, pra për ata pensionistë të cilët marrin pensionin kombëtar, pra marrin pensionin e plot, që punuan dhe dërsitën këtu për 30 vjet, dhe që padrejtisht u mbahet një pjesë e lekëve për arsye të një ligji absurd që duhet të kesh 40 vite banim në Greqi për të marrë pension të plot. Deri më sot çdo pensionist shqiptar i cili merr pension kombëtar këtu në Greqi i mbahet rreth 25%. Ne këto menduam të trajtojmë sot. Emision në ardhshëm do të trajtojmë pensionet e shqiptarëve. Ç'po bëhet me marrëveshjen e pensioneve për ata shqiptarë që nuk plotësojnë kushtet, pra për marrëveshjen Shqipëri-Greqi. Në këtë rast duhet të falenderoj mikun tim, Luan Abazi, kryetari i shoqatës pensionistëve. Luan, dhe një faleminderit vëlla. Unë ju falenderoj juve. Vazhdoni përpjekje, Dhe bravo ju qoftë. falenderoj, po ju nxis të vazhdoni me siç keni bërë deri tani në shkallën siprore të paraqisni problemet që ne shqiptarët kemi këtu në Greqi. Sepse kjo i përket një brezi të tërë, se siç jam unë janë dhe qindra mijë shqiptarë këtu, që vuajnë të njëjtin problem. Llogarisim ditën e punës se si do e nxjerrim nesër. Ditë për ditë, kjo punë. Falenderoj. Faleminderit shumë. Profsh. Ju takofshin në misionet e ardhshme.